Është mundur keq në derbi. Tifozët janë të zhgënjur. Morali zikal tërvesh për tokë. Çdo të bëhet përballë Schalkes. Në mendjen e të gjithëve rreth siç e kiç një ide e vetme. Nuk i duhet lënë asgjë rastësisë. Dhe për këtë ka menduar ai, presidenti Massimo Moratti. Historia nis 6 vjet më parë në ndeshjen e kthimit të çerek finaleve të Champions League. Materazzi kishte mësuar se njeriu që goditi ditën në shpatull me fishek zjarre nuk ishte tifoz i Interit, as i Milanit. Ishte një profesionist i zbuluar dhe i paguar nga familja Berlusconi për ta mbyllur ndeshjen pa diskutim në favor të Milanit. Massimo Moratti kishte 6 vjet që e kërkonte këtë njeri, kur një ditë ai shfaqet në veri të Gjermanisë, pikërisht në afërsi të Hamburgut, në St. Pauli. Moratti e dalloi shënjestrën e tij teksa kësaj radhe ky profesionist goditi arbitrin ansor të ndeshjes St. Pauli Schalke, por me një gotë birre. Detyrën e rëndësishme ia cakton njeriu më të besuar, Marco Materazzi. Marco vesh kostumin dhe niset për mision, duke shpresuar që njeriu misterios të mos jetë ende në kontratë me palën gjermane. Materazzi i ka bërë ofertën e tij zotit X. Ky i fundit do të maskohet si tifoz i Schalkes dhe pritet të kryejë detyrën e tij, në mënyrë që pas 10 ditësh, sido që të shkojnë punët në fushën e San Siros, ndeshja t'i jepet Interit 2-0.